Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin Allahut të gjithë mëshirshmit mëshirplotit. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi pejgamberin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë me dinitet rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nderojmë Allahun xhalla shanu, i cili na mundsoi të presim këto çaste të lumtura, të muajit të bekuar të Ramazanit, muaj dhe rahmetit, muaj në të cilin Zoti xhalla shanu liron robërit e tij nga zjarri i xhehenemit, muaj në të cilin ka mirësi të shumta dhe të panumërta. Ramazani është adhurim ndaj Allahut xhalla shanu, duke abstenuar nga ngrënia dhe pirja dhe çdo gjë që e prish agjërimin nga agimi i vërtet e deri në perëndimin e diellit. Dhe si i këtij është nga ibadetet më të mira dhe më të dashura të Allahut xhalla shanu. Është njëra prej shtyllave të fesë islame, siç ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Është ndërtuar Islami mbi 5 shtylla, mbi dëshminë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, dhënies së zakatit, agjërimit të Ramazanit dhe shkuarjes në hax për atë që ka mundësi. Muaji i bekuar i Ramazanit në veten ngërthen mirësi të shumta. Për atë i dërguar alayhi salatu wassalam ka thënë: ai që agjeron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin e Allahut, do t'i falen mëkatet e kaluara. Muaji i Ramazanit është një mundësi që njeriu të fitojë shpërblime të shumta, faljen e Allahut xhalla shanu dhe kënaqësinë e tij. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte shokët e tij me ardhjen dhe në vigjiljen e këtij muaji të bekuar, kur thoshte: ju erdhi juve muaji i bekuar i Ramazanit. Në të hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosën djajt rebel. Zoti xhalla shanu ka në këtë muaj një natë që është më mirë se sa 1000 muaj. Ai që privohet nga mirësia e saj, vërtet se është i privuar. Të nderuar vëllezër, mundohemi që ta shfrytëzojmë këtë muaj për të arritur kënaqësinë e Zotit xhalla shanu dhe faljen e tij. Sepse vërtet ai i cili privohet nga ky muaj dhe mirësitë e tij, vërtet se është i privuar nga mirësia. Për ati dërguari sallallahu alaihi wasallam, një ditë duke u ngritur në mimber, tha amin, pastaj në shkallën e dytë tha amin, pastaj në shkallën e tretë tha amin, e të pranishmit e ndëgjonin vetëm fjalën amin, e me pas e pyetën duke i thënë: o i dërguari i Allahut, të ndëgjuam duke thënë amin. Tha: më erdhi Xhibrili dhe më tha: o Muhammed, i privuar nga mëshira Allahut qoftë ai i cili e arrin Ramazanin dhe nuk i falen mëkatet. Për atë ta shfrytëzojmë këtë mundësi të cilën Zoti xhalla shanu na ka dhënë, se vetëm Allahu e din se kush është gjallë prej tyre të cilët do ta pret vitin që vjen. Në mënyrë që adhurimi i agjërimit të saktësohet, ai duhet të plotësoj kushtet dhe shtyllat e veta. Andaj agjërimi është obligim për çdo musliman, moshëritur, i mençur, ai i cili është vendas, ai i cili e përballon agjërimin, dhe kushti i 6 është i veçantë për gjinin femrore që të jetë i pastër nga periudha e menstruacioneve apo periudha paslindjes lehunis. Agjërimi është obligim për çdo musliman, siç thot Zoti xhalla shanu në Kur'anin famlart: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, o ju që cilët keni besuar, ju është bërë juve obligim agjërimi, siç ishte obligim atyre që ishin para jush, në mënyrë që të jeni të devotshëm. Andaj pa besimtarit nuk i saktësohet agjërimi dhe nuk i pranohet. Ai spari e ka obligim që të futet në Islam e më pas të kryejë detyrat e Islamit. Agjërimi është obligim për atë që është moshëritur, por se lejohet që fëmijët, e sidomos kur arrin moshën e dallimit mirës nga e keqja, që prindrit e tyre t'i mësojnë ata me agjërim, dhe për ta i saktësohet agjërimi, dhe për ta ka shpërblim, dhe kanë shpërblim edhe
përgjithësit dhe prindit të cilët i mësojnë për këtë ibadet. Gjithashtu agjerimi është obligim për të mençurin, kurse i çmenduri nuk e ka borxh agjerimin dhe nuk i saksohet atij. Agjerimi është obligim për atë që e përballon, kurse ai i cili nuk mund ta përballojë agjerimin është disa ose plaku i shtyr në mosh i cili nuk ka mundësi ta përballojë agjerimin, e ky e shpaguan agjerimin me ushqim ditor për çdo ditë të agjerimit. I cili nuk e përballon agjerimin gjithashtu është i smuri. E i smuri është njëri prej dy llojeve, ose ai i cili me smundje kronike që nuk shpresohet me të shërimi, apo e dëmton agjerimi e i këtili e shpaguan agjerimin për çdo ditë nga një shujt ditor, një të varfëri. Gjithashtu i smuri i cili ka smundje që shpresohet shërimi, i këtili i zaventson ditët pas kalimit muajit bekuar të Ramazanit, pasi që të shërohet, i zaventson aq ditë sa ka mbetur borxh nga agjerimi i Ramazanit. Agjerimi është obligim për vendasin, kurse udhëtari nuk e ka borxh agjerimin. Përveç se nëse atë nuk e mundon agjerimi, atëherë më mirë është për të që të agjeroj, sepse i dërguari sallallahu alaihi wasallam agjeroi kur ishte udhëtar. E nëse agjerimi e mundon gjatë udhëtimit, atëherë më mirë është për të që të mos agjeroj e t'i zëvendësoj aq ditë sa ka mbetur borxh nga Ramazani pas kalimit muajit bekuar të Ramazanit. Gjithashtu agjerimi është obligim për gruan e cila është e pastër në kohën e periudhës menstruacioneve apo lehunis, për shkak se asaj nuk i saksohet agjerimi në këtë periudhë të menstruacioneve apo lehunis, por e këtilla i zëvendëson aq ditë të agjerimit pasi që pastrohet pas muajit bekuar të Ramazanit. Të nderuar besimtar, muaji i bekuar i Ramazanit ka mirësi të shumta. Andaj besimtari ditën e kalon në adhurim, por edhe natën e kalon në adhurim. Andaj ditën e përfundon kur vije koha e iftarit, për të cilën gëzohet, ashtu siç i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lis-saimi farhatani yafrahuhuma. Agjëruesi ka dy gëzime për të cilat gëzohet, gëzimin kur ta çel iftarin dhe gëzimin kur ta takoj Allahun e të gëzohet me shpërblimin e agjerimit. Andaj besimtari kur gëzohet me çeljen e iftarit, nuk gëzohet vetëm për ngrënje dhe pirje, por gëzimi i tij më i madh është atëherë kur Zoti xhalleshano e falenderon që ja ka mundsuar ta plotësoj një ditë të agjerimit. E gëzimi tjetër edhe më i madh është në ditën e gjykimit, kur të gëzohet me shpërblimin e agjerimit, e i cili është ibadet i veçantë për cilën Zoti xhalleshano ka thënë, agjerimi është për mua dhe unë do të shpërblej për të. Të nderuar vëllezër, agjeruesi nuk duhet ta anashkaloj duan, lutjen në kohën e iftarit, për shkak se lutja në këtë kohë është e pranuar. I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, 3 lutje nuk refuzohen, e prej tyre përmendi lutjen e agjeruesit në kohën e iftarit. Madje i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lutja e agjeruesit në kohën e iftarit është e pranuar. E lut Allahun xhalleshanu të na jep sukses në kryerjen e sa më shumë veprave të mira dhe duke e lutur Allahun xhalleshanu të na pranoj ato. Zoti xhalleshanu shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.